European Film Promotion, që nga 1998, çdo vit zgjedh nga 10 aktorë të ri premtues në Evropë. E një ndër ta ishte edhe Arta Dobroshi, e cila na bëri më krenare se kur. Kamera privese ishte prezente dhe përcolle atë në çdo moment. Ajo shkëlqeu në tapetin e kush duke bërë për veti kështu të gjitha mediat. E shohim në vazhdim materialin përgatitur enkas për të. Lorna, aide-moi! Çfarë ka të përbashkët Lorna dhe James Bond, apo Arta Dobroshi dhe Daniel Craig? Përveç aktrimit, një gjë tjetër i lidh këta aktor, që të dy kanë qenë pjesë e Shooting Stars, çmim ky i cili që nga viti 1998 i ndahet aktorëve më të mirë evropian. E jona, Arta, këtë vit mori këtë epitet pasi u nominuan nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Në një garë të fortë që ndan European Film Promotion, ajo hyri në 10-shën e artistëve më të mirë të rinj. Çmimi jo vetëm që nderoi Artën, por edhe vetë Kosovën, shteti i cili feston 5 vjetorin hyri në historinë e kësaj gare. Kjo ngjarje, e cila konsiderohet si një prej më të rëndësishmeve për karrierën e aktorëve, zuri vend në edicionin 63 të Festivalit të Filmit në Berlin, e cila u përcoll me një ceremoni glamuroze në Berlinale Palaz në mbrëmjen e së hënës. 10 fituesi që vinin nga vende të ndryshme si Zvicra, Slovenia, Finlanda, Suedia, gjatë qëndrimit të tyre 3 ditor, ju nështruan ritualeve të cilat duhet t'u përmbaheshin. Klan Kosova ishte aty duke ju sjell ekskluzivisht pamjet e rrjedhojës dhe agjendave të takimeve që kishin aktorët. Tu jemi në Hotel de Rome, në Opera Court House, ku Shooting Stars, 10 artistët më të mirë dhe më premtues të Evropës, kanë takime të panumërta me agent dhe drejtor të castingjeve të ndryshme, me të cilët me siguri ardhmja tyre do ndryshojë. Ku në mesin e shumë artistëve është edhe Arta Dobroshi, të cilën do ta takojmë vetëm pas pak. Pasdiktja së dielës ishte vetëm nisma e mbarë për aktorën ton Arta Dobroshi. Gjyqtarët e filmit ishin të etur për t'i parë fituesit nga afër. Derisa po vëzhgonim, kuptuam se Arta ishte ajo e cila gjatë gjithë kohës kishte pranë këta njerëz. Njerëz që në të ardhmen do t'i hapin dyert për një karrierë edhe më të bujshme. Sinqeriteti, naturaliteti, butësia ishin ato që më së shumti vlerësoheshin tek karakteri e aktorës nga Prishtina. I'm impressed of her look, of her expression. Pikës pari, jam e impresionuar me pamjen dhe ekspresivitetin e saj. Së dyti, naturaliteti që posedon derisa aktron është për lavdat. Jam kurioze ta shoh në të ardhmen. She is continental. I mean, she can work everywhere. Ajo është kontinentale, mund të punoj kudo në botë, është e sigurt. Një këshill e mirë për të, le të vazhdoj të jetë kurioze dhe vajzë për toke. Unë kam biseduar gjatë me të. Ajo çka më la përshtypje është se ndjehet qytetare e botës, dhe kjo është ajo çka i duhet. Pas këtij takimi 20 minutësh, ishim ne që e grabitëm Artën. Mas pari faleminderit që keni ardhur këtu me na përcjell. Edhe për një natë për mirë, shumë e gëzueshme që jam njëna për 10 aktorëve më të mira. Këtu edhe pi takojsh plot njerëzit tepër të mirë. Zdi, qatë shumë pe vlerësoj këtë moment, sidomos shumë jam kamerë këto kohë për qysh kemi jetu deri në 1999 edhe qysh jetojmë tash, çfarë mundësi kemi, edhe qysh duhet për një me menu, me bo ato që ata do në zemra, edhe me menu në anglisht tojnë think big. Ylli i filmit edhe kësaj here kishte vendosur që të vishte diçka të punuar nga kreatorja Krenare Rugova. Është dizajni i Krenare Rugovës, o fustani Krenare Rugovës, edhe jam qaq e gëzueshme që punoj me Krenarën edhe bashkëpunina mirë që pe veshin i dizajnerës si Krenarja, që është e Kosovës. Nesër çka kemi vesh? It's a surprise! Sikur se e gjithë vëmendja fokusoi rreth saj, fotografët tashmë e njehnin. Emri i saj thirrej më së shumti. Okay, look at me. Agenda nuk përfundon me kaq. Një natë para ceremonisë zyrtare, Kosova dhe Qendra Kinematografike e Kosovës organizua një ndaj. Arta ishte ftuar nderi në mesin e 10 mysafirëve, por edhe yjeve filmike.
Ky vit nga drejtori i QKK-s Fatos Berisha u cilësua si i suksesshëm me vetë faktin që Arta arriti të hyjë në top 10-shën më të mirë. Ajo që më gëzon më shumë se është numri i madh i kinazëve nga Kosova që ka ardhur si vjet. Ka shumë producent, regjisor që kanë ardhur në Berlinale, edhe që QKK i kanë ndihmuar ata që të vinë, sepse kjo është edhe detyra jonë. E më shumë të jemi të gëzuar që ajo që aktoria që e ka nominuar qendra jonë ka fituar në Shooting Stars dhe ajo ceremonia e cila do të mbahet pra Arta Dobroshi. Të nesërmën gjithçka ishte gati, emocionet po ngriteshin, u përfshin edhe në ne. Thonë se Arta do duke i bukur, por ende nuk e kemi parë. Dhe ja ku është ajo. Këmba e saj e majt e dal nga fustani i zi krenari Rrugovës, shkelit të pihun e kuq. Këtu fillon edhe shmendja e gazetarëve dhe dhjetra blicëve të aparatëve. Vetëm një emër dëgjohej. Po dukesh fenomenal. Kjo është ajo surpriza që më fole, apo? Po, faleminderit shumë që keni ardhur. Sa shumë po gëzona që po muj mi fol publikut kosovar dhe shqiptar. Si po ndihesh sonte pikërisht kur edhe zyrtarisht kemi marrë çmime? Si ëndër. Muj me besu. Sa na e lexuam sot gjatë gjithë ditës kur ka folë për Shooting Star, mediat e huaja, sidomos ato britaneze, gjithmonë janë referuar ty edhe në fotografinë tënde. S'po di qa me thonë, jam shumë e gëzueshme që shpesheni, s'po di, jam tepër emocionume dhe që përfaqësoj Kosovën këtu, shqyqyr për Zotit. Do kësh më e mira, edhe aktoria më e mirë. Faleminderit, edhe veç po du me thonë që fustani është i krenari Rrugovës. Me të hyrë në Berlinale Palace, Artës do i dorëzohej çmimi për Shooting Stars 2013 nga aktori Ethan Hawke, i cili ishte i pranishëm për të promovuar filmin e tij Before Midnight. U desh vetëm kjo dhe aktoria jonë ishte pjesë e mediave të huaja gjithandej. Me këtë çmim, asaj ju hapën dyert në tregun ndërkombëtar të filmit. Krejçka mund të themi është një gjë, Hollywood, ai e gati për artën. Ky udhtim u mundsua nga Pestova Vipa Chips dhe uji i pejës.